Le të jemi të sinqert. A ju rreni takimet? Nëse po, nuk jeni vetëm. Për shumicën, takimet duken si një humbje e madhe kohe, një ndërprerje nga puna e vërtet, apo jo? Po sikur gjithë ky mendim t'ishte tërësisht i gabuar. Po sikur takimet, kur bëhen siç duhet, t'ishin në fakt mjeti më i fuqishëm që një menaxher ka në dispozicion. Le të shohim si ta kthejmë këtë detyrë kaq të bezdishme në armën tonë sekrete menaxheriale. Po ajo ndjesia se takimet janë një shpërdorim është pothuajse universale. Nuk është asnjë trend i ri, asnjë problem i kohëve moderne. Është një ankesë që ka jehuar në përzyra për dekada të tëra, duke u bërë thuajse pjesë e kulturës së punës. Por, fakti që është një problem i vjetër nuk do thotë se nuk ka zgjidhje. Dhe shiko, kjo nuk është thjesht një ndjenjë e zakonshme. Vetë legjenda e menaxhimit, Peter Drucker, i quajti ato mallkimi i ekzistencës së një menaxheri. Kur një mendje si e Druckerit e thot kaq troq, atëherë kuptojmë se ky frustrim është i thellë dhe mjaft i justifikuar, problemi është real. Dhe shifrat e vërtetojnë këtë ndjenjë. Një studim zbuloi se menaxherët mund të shpenzojnë deri në gjysmën e kohës së tyre në takime. 50%. Mendoje pakta. Kjo do të thotë që nga e hëna deri të mërkurën në drek, koha mund të jetë e zënë vetëm me takime. Nuk është çudi që ndihet si një barr kaq e rënd. E po pikërisht këtu lind pyetja thelbësore. A është gjithë kjo kohë vërtet e humbur, apo ndoshta ka diçka që nuk po e kuptojmë? Ndoshta thjesht po i shohim takimet nga këndvështrimi krejtësisht i gabuar. Dhe këtu gjërat marrin një kthes interesante. Këtu hyn një ide radikale, një këndvështrim krejtësisht i ri, nga një prej mendjeve më të mëdha të menaxhimit, ish CEO i Intel Andy Grove. Ai nuk u përpojti sistemoi takimet, ai i ripërcaktoi ato plotësisht dhe pikpamja e tij ndryshon gjithçka. Kjo është ideja që ndryshon gjithçka. Takimet nuk janë një shpërqendrim nga puna, ato janë puna. Ato janë vetë mjeti, arena ku kryhet puna menaxheriale. Është vendi ku ndahet informacioni, ku jepet drejtimi dhe ku merren vendimet. Pra, qëllimi nuk është të kemi më pak takime, por të kemi takime më të mira. Çelësi është t'i zotrojmë ato. Okej, si e menaxhojmë këtë kaos atëre? Për cilë rregull, Grove i ndan të gjitha takimet në dy kategori fare të thjeshta. Nëse e kuptojmë këtë dallim, jemi një hap më afër zotrimit të kalendarit ton, dhe jo anasjelltas. Pra, le t'i zbërthejmë. Takimet e orientuara nga procesi janë pulsi rregullt i organizatës, si takimet javore 1 me 1. Qëllimi i tyre është shkëmbimi i vazhdueshëm i informacionit. Nga ana tjetër, takimet e orientuara nga misioni janë si forca speciale. Ato thirren për të zgjidhur një problem specifik, për të marrë një vendim, dhe pastaj shpërbëhen. Ato janë kirurgjikale. Njëra mban motorin në punë, tjetra rregullon një defekt specifik. Mirë, nga këto dy lloje, le të fokusohemi tek më i rëndësishmi. Nëse do të zgjidhnim vetëm një takim për ta bërë perfekt, do të ishte ky, takimi 1 me 1. Këtu fshihet fuqia më e madhe e një menaxheri. Harrojeni fare idenë e një raportimi statusi. Sipas Grove, qëllimi kryesor është mësimdhënia reciproke dhe shkëmbimi i informacionit. Pra, është një rrugë me dy drejtime. Mbikëqyrësi fiton një pamje të qartë të realitetit në terren, ndërsa vartesi përfiton nga përvoja dhe perspektiva më e gjerë e menaxherit. Dhe ja ku vjen kthesa e madhe, ideja që ndryshon gjithçka. Ky është takimi i varësit, jo i menaxherit. Po, e dëgjuat mirë. Varësi duhet të përgatisë agjendën, të drejtojë bisedën, të ngrejë problemet, dhe roli mbikëqyrësit të dëgjojë, të bëjë pyetje, të trajnojë dhe të mësojë. Ky inversion i roleve është sekreti për ta bërë këtë takim kaq të fuqishëm. Dhe cili është mjeti kryesor i mbikëqyrësis në këtë takim? Është fare thjesht por geniale. Është kurioziteti i pandalshëm. Kur mendon se një temë ka mbaruar, bëj edhe një pyetje. Kjo këmbgulje shpesh zbulon rrënjën e vërtet një problemi që fshihej në sipërfaqe. Kjo nuk është thjesht teori, funksionon në botën reale. Përfytyrori pak një restorant të zënë. Takimet e shkurtra javore 1 me 1 mes menaxherit dhe shefit të kuzhinës parandalojnë dramën përpara se ajo të shpërthejë gjatë shërbimit të darkës. Problemet me furnizimet apo stafin zgjidhen të hënën në mëngjes, jo të shtunën në mbrëmje, në mes të kaosit. Ose merrni një shembull tjetër ku presioni është i lartë, një kazino. Takimet e rregullta 1 me 1 me mbikëqyrësit e sallës sigurojnë që loja të mos ndalet, që problemet me klientët të zgjidhen menjëherë dhe që morali i stafit të qëndrojë lart. Këto takime të vogla janë vaji që e mban të gjithë makinën gjigante të funksionojë pa ndërprerje. Pra, i pam si t'i bëjmë takimet më të mira, por a ja vlen gjithë ky mundim? Përgjigjja është absolutisht po. Dhe për ta kuptuar pse, duhet të flasim për diçka që shpesh e harrojmë.
Çdo takim i vetëm ka një kosto reale monetare. Mendo pak për këtë shifër. Një takim 2 orësh me vetëm 10 menaxher mund t'i kushtoj lehtësisht kompanisë mbi $2.000 në kohë dhe paga. Kjo nuk është kohë e lirë. Kur e sheh koston në këtë mënyrë, pyetja ndryshon: apo e marrim vlerën e duhur për këtë shpenzim kaq të madh? Groove e shpreu në mënyrën më të mirë të mundshme. Preferoj një sallë operacioni të disiplinuar se çdo lloj tjetër. Kjo është një analogji perfekte. Disiplina në një takim nuk ka të bëjë me të qenit i ngurtë, ka të bëjë me profesionalizmin dhe respektin për kohën e të gjithëve. Ashtu si në një sallë operacioni, vendimet e rëndësishme kërkojnë fokus dhe seriozitet absolut. Le të marrim takimin e stafit, një tjetër takim që shpesh keq kuptohet. Qëllimi i tij nuk është një seri raportimesh individuale drejtuar shefit. Kjo mund bëhet me email. Jo. Qëllimi vërtet është ndërveprimi mes kolegësh. Është forumi ku zgjidhen problemet që prekin të gjithë dhe ku sigurohemi që i gjithë ekipi po lëviz në të njëjtin drejtim. Është për punën kolektive, jo raportimin individual. Dhe cili është rezultati konkret i kësaj? Në shembullin e restorantit, takimet e mira të stafit çojnë më pak gabime në porosi, sepse kuzhina dhe salla komunikojnë dhe zgjidhin problemet së bashku. Ky është një kthim i qartë dhe i matshëm nga investimi i kohës në pakim. Dhe e gjithë kjo na sjell te koncepti më i fuqishëm nga gjithë, leva menaxheriale. Mendoje kështu: një punonjës i shkëlqyer mund të prodhojë 10 njësi vet. Një menaxher i shkëlqyer përmes udhëzimit dhe trajnimit në takime mund t'i mundsojë 10 personave të prodhojnë nga 12 njësi secili. Ky është efekti shumëzues. Suksesi i menaxherit nuk matet nga puna e tij, por nga produkti total i ekipit. Dhe takimet janë leva kryesore për të arritur këtë shumëzim. Dhe këtu matematika bëhet thjesht e pabesueshme. Shikoni këtë kthim investimi. Një takim i mirë strukturuar 1-1 për 90 minutash mund të ndikojë pozitivisht në performancën e një varësi për 2 javët e ardhshme. Kjo është mbi 80 orë punë. Një investim 90 minutash që përmirëson 80 orë produktivitet. Ky është një kthim investimi absolutisht masiv. Pra në fund të ditës, gjithçka përmblidhet këtu. Kur shikon kalendarin, a sheh një listë kostosh që duhen nduruar, apo sheh një portofol investimesh strategjike secila e dizajnuar për të shumëzuar produktivitetin e të gjithë ekipit. Zgjedhja e këndvështrimit ndryshon gjithçka.